Horoskopi ditor, 8 prill. Një perspektivë e re mund të shfaqet. Jo çdo ndryshim fillon me një ngjarje të madhe. Ndonjëherë mjafton një mendim i ri, një bisedë e papritur ose një moment reflektimi për të parë një situatë nga një këndvështrim krejtësisht tjetër. 8 prilli mund të jetë një nga ato ditë kur disa gjëra fillojnë të marrin më shumë kuptim. Energjia astrologjike sugjeron se kjo është një ditë ku intuita dhe mënyra se si reagojmë ndaj situatave mund të ndikojnë në drejtimin që merr dita. Disa shenja mund të ndjejnë më fort këtë ndryshim perspektive dhe mund të kuptojnë diçka që deri tani nuk ishte aq e qartë. Nëse je i hapur ndaj ideve të reja dhe i vëmendshëm ndaj sinjaleve të vogla që sjell dita, mund të zbulosh një drejtim interesant përpara. Dashi. Energjia e kësaj dite mund të shtyjë të reflektosh për disa vendime që ke marrë kohët e fundit. Një situatë e vogël mund të bëjë të shohësh një çështje nga një këndvështrim tjetër dhe kjo mund të ndihmojë të kuptosh më qartë çfarë është më e rëndësishme për ty. Dita favorizon veprimet e menduara mirë dhe jo reagimet e nxituara. Nëse ndalon për një moment dhe analizon me qetësi një situatë që të ka shqetësuar, mund të kuptosh se ekziston një zgjidhje më e thjeshtë nga sa mendoje. Gjithashtu, një bisedë me një person që të njeh mirë mund të japë një ide të re që ndikon në vendimet e tua për ditët që vijnë. Demi. Kjo ditë mund të sjellë një moment qartësie për disa plane që lidhen me stabilitetin dhe sigurinë që kërkon në jetën tënde. Një ide ose një informacion i ri mund të bëjë të mendosh ndryshe për një situatë që deri tani dukej e pandryshueshme. Energjia astrologjike sugjeron se është një moment i mirë për të reflektuar mbi prioritetet dhe për të parë nëse drejtimi që ke zgjedhur është ende ai që dëshiron. Në marrëdhënie, një bisedë e qetë dhe e sinqertë mund të ndihmojë për të sqaruar disa gjëra. Nëse i kushton vëmendje detajeve dhe dëgjon intuitën, dita mund të sjellë një ndjenjë më të madhe stabiliteti dhe qartësie. Binjakët. Komunikimi mund të luajë rol të rëndësishëm gjatë kësaj dite. Një bisedë interesante ose një informacion i papritur mund të bëjë të shohësh një situatë nga një perspektivë krejtësisht tjetër. Energjia e kësaj periudhe favorizon mendimin kreativ dhe aftësinë për të gjetur zgjidhje të reja për çështje që mund të kenë qenë të komplikuara më parë. Nëse je i hapur ndaj ideve dhe këshillave të njerëzve përreth, mund të zbulosh një mundësi që nuk e kishe menduar. Gjithashtu, dita mund të jetë e përshtatshme për të filluar një plan të vogël ose për të eksploruar një ide që mund të zhvillohet më tej në të ardhmen. Gaforja. Kjo ditë mund të sjellë një fokus më të madh tek emocionet dhe mënyra se si lidhen ato me vendimet që merr. Një situatë e vogël mund të bëjë të reflektosh për atë që ka vërtet rëndësi për ty. Energjia astrologjike sugjeron se është një moment i mirë për të dëgjuar ndjenjat dhe për të mos injoruar sinjalet që të jep intuita. Në marrëdhënie, një bisedë e hapur mund të krijojë më shumë mirëkuptim dhe harmoni. Nëse e përdor këtë ditë për të reflektuar dhe për të sqaruar disa mendime, mund të ndjesh se disa gjëra fillojnë të marrin një drejtim më të qartë. Luani. Ambicia dhe dëshira për të bërë progres mund të jenë më të forta gjatë kësaj dite. Një situatë që lidhet me punën ose me një projekt personal mund të bëjë të mendosh për një strategji të re. Energjia astrologjike sugjeron se është një moment i mirë për të analizuar disa ide dhe për të parë se cilat prej tyre mund të zhvillohen më tej. Një bisedë ose një sugjerim nga dikush që të respekton mund të ndihmojë të kuptosh një mundësi që nuk e kishe parë më parë. Nëse vepron me qartësi dhe besim në aftësitë e tua, dita mund të sjellë një ndjenjë progresi dhe motivimi. Virgjëresha. Energjia e kësaj dite mund të shtyjë të vësh re disa detaje që më parë kanë kaluar pa u vënë re. Një situatë që dukej e zakonshme mund të bëjë të reflektosh për mënyrën se si po organizon planet dhe përgjegjësitë e tua. Dita favorizon analizën dhe vendimet e menduara mirë, ndaj është moment i mirë për të rishikuar disa zgjedhje që lidhen me punën ose me rutinën e përditshme. Një bisedë e papritur mund të japë një ide që ndihmon për të përmirësuar një situatë që ka qenë e paqartë kohët e fundit.
Nëse i kushton vëmendje detajeve dhe vepron me qetësi, mund të zbulosh një mënyrë më efikase për të arritur atë që dëshiron. Peshorja. Kjo ditë mund të vendos përballë një momenti ku balanca mes dëshirave personale dhe përgjegjësive bëhet më e qartë. Një situatë që lidhet me marrëdhëniet ose me një vendim të përbashkët mund të kërkojë më shumë reflektim. Energjia astrologjike sugjeron se është një moment i mirë për të dëgjuar intuitën dhe për të mos u nxituar në zgjedhje që mund të kenë ndikim më të gjatë. Një bisedë e sinqertë mund të ndihmojë për të krijuar më shumë qartësi dhe mirëkuptim mes teje dhe një personi të rëndësishëm. Nëse e përdor këtë ditë për të analizuar me qetësi situatat që të rrethojnë, mund të ndjesh se disa gjëra fillojnë të marrin drejtimin e duhur. Akrepi. Energjia e kësaj dite mund të sjellë një ndjenjë intensiteti që të shtyn të reflektosh për disa zgjedhje të rëndësishme. Një situatë që duket e vogël mund të bëjë të kuptosh diçka që deri tani nuk ishte aq e qartë. Dita favorizon transformimin e mënyrës se si e sheh një çështje që ka qenë në mendjen tënde prej kohësh. Një informacion i ri ose një bisedë e papritur mund të ndikojë në mënyrën se si e interpreton një situatë. Nëse e dëgjon intuitën dhe i kushton kohë reflektimit, mund të kuptosh se disa gjëra po të drejtojnë drejt një vendimi që mund të ketë rëndësi për të ardhmen. Shigjetari. Kjo ditë mund të zgjojë dëshirën për të parë gjërat nga një këndvështrim më i gjerë. Një ide ose një bisedë interesante mund të bëjë të reflektosh për disa plane që lidhen me të ardhmen. Energjia astrologjike favorizon eksplorimin e ideve të reja dhe hapjen ndaj perspektivave që mund të sjellin ndryshime pozitive. Nëse je i gatshëm të dëgjosh këshillat e njerëzve që kanë përvojë ose të reflektosh mbi një situatë me më shumë qetësi, mund të zbulosh një drejtim që të frymëzon. Dita mund të sjellë një ndjenjë optimizmi dhe motivimi për të vazhduar përpara me më shumë qartësi. Britsjapi. Energjia e kësaj dite mund të bëjë të mendosh për mënyrën se si po ndërton stabilitetin dhe të ardhmen tënde. Një situatë që lidhet me punën ose me përgjegjësitë mund të japë një perspektivë të re për disa vendime që ke marrë më parë. Dita favorizon analizën dhe vendimet e menduara mirë, ndaj është moment i mirë për të reflektuar mbi strategjitë që po ndjek. Një ide ose një sugjerim nga dikush që të respekton mund të të ndihmojë të shohësh një mundësi që nuk e kishe konsideruar më parë. Nëse vepron me vendosmëri dhe qartësi, mund të ndjesh se disa gjëra fillojnë të lëvizin në drejtimin që dëshiron. Ujori. Kjo ditë mund të sjellë një ndjenjë kreativiteti dhe dëshire për të menduar ndryshe nga zakonisht. Një ide e re ose një situatë e papritur mund të bëjë të shohësh një çështje nga një perspektivë që nuk e kishe konsideruar më parë. Energjia astrologjike favorizon inovacionin dhe aftësinë për të gjetur zgjidhje kreative për situata që duken të komplikuara. Një bisedë me një person që ndan të njëjtat interesa mund të japë frymëzim për një projekt ose një plan të ri. Nëse e përdor këtë energji për të eksploruar ide të reja dhe për të menduar jashtë kufive të zakonshëm, dita mund të sjellë një ndjenjë frymëzimi dhe motivimi. Peshqit. Energjia e kësaj dite mund të bëjë më të ndjeshëm ndaj atmosferës dhe emocioneve që të rrethojnë. Një moment reflektimi mund të ndihmojë të kuptosh më qartë disa ndjenja që kanë qenë të paqarta kohët e fundit. Dita favorizon introspeksionin dhe dëgjimin e intuitës, ndaj është një moment i mirë për të reflektuar mbi atë që dëshiron vërtet. Një bisedë ose një situatë e vogël mund të ndihmojë të shohësh një çështje nga një këndvështrim më i qartë. Nëse i kushton kohë mendimeve dhe ndjenjave të tua, mund të kuptosh më mirë drejtimin që dëshiron të marrësh në ditët që vijnë. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe na thuaj mendimin tënd. Për këtë video, shkruaj në koment fjalën perspektivë nëse mendon se kjo ditë mund të tregojë një drejtim të ri. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet.
Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.